Në qoftë se duhet haje vetëm një ushqim gjithë jetën tënde, çfarë do të zgjidhje? Për shembull të haje gjithë jetën tënde vetëm makarona, vetëm byrek ose vetëm mish. Unë nuk e di çfarë do zgjidhja, më duket shumë zgjedhje e vështirë. Por e di çfarë nuk është një zgjedhje e vështirë? Të shkosh te supermarketi i lagjes dhe të marrësh produktet e tonës. Unë këtë herë doja të bëja sanduiça të mbyllur me kremviçet e pulës nga tona dhe djath për tost. Kjo është një nga ato ushqimet që unë e përgatis sa herë që përtoj të gatuaj. Marr petat e gatshme, i hap në tavolinë dhe i mbush me kremviçet e tonës. Unë këtë radhë vendosa të mbush me kremviçet e pulës, por ju mund t'i mbushni dhe me prosciutto. Dhe pjesa ime e preferuar është t'i mbush plot e për plot me djath. Kjo recetë është shumë e mirë, mund ta merrni dhe me veten në plazh, në punë, mund ta përgatisni për fëmijët tuaj, është një recetë fantastike. Unë për ta zbukuruar dhe pak më shumë e bëj kështu me ndihmën e një piruni. Dhe që të marrë atë ngjyrën e bukur kur të dali nga furra, do t'i lyej me të verdhën e vezës përsipër duke i hedhur dhe fara susami. Këto tani do t'i vendosin për t'u pjekur në furrë në 220 gradë për 8 deri në 10 minuta. Shikoni sa shpejt përgatiten. Nuk kam çfarë të shtoj më, këto janë krokante nga jashtë, të buta nga brenda, dalin vërtet shumë të shijshme dhe janë të mira për të gjithë familjen. Me një falënderim shumë të madh për tona që na zbukuron tryezën çdo ditë, bashkë do shihemi në videon tjetër. Ciao.